nga vjeshta e vitit 2019 deri në pranverën e vitit 2026 për 6 vjetë e gjysmë, 5 herë zgjedhje, vetëm dhe vetëm pse lëvizja vetëvendosje po dele para. Nuk ka ndodhur në historinë e kësaj republike, por besoj që nuk ka një shembull tjetër të ngjajshëm në rajon apo në Evropë, ku një qeveri fiton vazhdimisht besimin e qytetarëve e mandej detyrohet të përballet me kaq shumë bllokada partijake e kriza artificiale. Po natyrisht kanë mbetur pa terminale doganore që i patën privatizu. Kur e kemi marrë detyrën vitin 2021, vetëm një terminal doganor ka qenë i shtetit ai në aeroportin ndërkombëtar të Prishtinës Adem Jafshari, e një nga një i kemi kthyer në publik, e në mars si vjet edhe terminali i fundit i privatizuar është bërë i shtetit tonë pavarur i Republikës Kosovës. Por, jo vetëm që kanë mbet pa terminale, po i friksohen edhe byros për konfiskimin e pasurisë pa justifikueshme. Neve na vjen keq, po si shtet populli jon, ajo që s'është e jotja nuk bëhet e jotja. Ajo që është e huaja nuk bëhet e jotja. Ajo që është e shtetit nuk bëhet e jotja. Ajo që është e shtetit është e krejtve. Se tash ka shtet për krejt, prandaj edhe ne jemi krejt për shtet. E pra, kjo fushot dhe 7 qershori do t'jenë edhe një dëshmi e radhës që ne nuk dorëzohemi e qytetarët nuk lodhen. Mandati i ardhshëm do t'jetë edhe mandat i bashkëinvestimit në Trepç me një korporat minerare ndërkombëtare me përvojë të gjatë, teknologji moderne nga një vend mik e aleat e me reputacion global. Paraprakisht 50 milion euro do t'i ndajmë dhe investojmë në skanimin e burimeve tona natyrore dhe futjen e tyre në funksion të zhvillimit ekonomik. Do të vazhdojmë të mbrojmë dhe promovojmë trashëgimin tonë kulturore, sepse zhvillimi i vërtet ndërtohet mbi rrënjë të forta. Me Bashkësinë Islame të Kosovës do ta rindërtojmë xhamin e Ibrit dhe garantojmë mbështetjen financiare. Ju e dini që tashmë e kemi nënshkruar bashkëpunimin dhe ai vend do t'jetë po ashtu edhe muze me rëndësi historike. Përveç aspektit shpirtëror të besimit e fetar të kulturës, ajo është rëndësishme si trashëgimi për brezat e ardhshëm. Me të vërtet, kriminalet armiqësor të fqinjit ton verior me 2 maj të vitit 1999 në e dogjën xhamin e Ibrit, e cila është e vjetër 2 shekuj e gjys. Ata një mend na shkaktuan dëm, humbje e vuajtje. Mirë po, ne me rindërtimin e xhamisë së Ibrit do ta vërtetojmë e dëshmojmë se kriminalet që bëjnë dëm humbin e Mitrovica, Republika, populli shqiptar fiton. Gjithashtu, në mandatin që vjen, do të bëjmë gasifikimin e Qymyrit dhe për këtë do të bashkëpunojmë edhe me kompaninë ndërkombëtare, edhe me ekspert amerikan e evropian, ekonomia jone cila po rritet ka nevojë për më shumë energji dhe për këtë energji ne i kemi edhe burimet edhe planet tona. Do të investojmë bashkë me Shqipërinë
në terminalin e gazit në Vlorë. Pastaj, me burimet e ripërtrishme të energjisë, i kemi në proces të arrijmë për pak vite 305 megawatt kapacitet me erë dhe 250 megawatt kapacitet me diell. Për eficiencë të energjisë, për kursim të energjisë, për ndrrim të dritareve, të kulmeve, të fasadave, e të tjera në 4 vitet e ardhshme i ndajmë 150 milion euro. Termocentrali Kosova B i shtohen 120 megawatt nga modernizimi e termocentralit Kosova A i shtohen 160 megawatt nga rehabilitimi, renovimi i stadiumit Riza Lushta, ndërtimi i spitalit Mitrovic, Omnisporti renovimi 1 milion euro është memorandumi i mirëkuptimit i komunës me Ministrinë e Sportit dhe Rinisë. Pastaj, rregullimi i shtratit lumejve Ibër dhe Sidnis, sistemi i ujitjes për tokë bujqësore në Pirç dhe Frashër, ndërtimi i 2 fushave ndihmëse të sportit, kur nuk e kishim qeverisjen lokale, këto fusha u vonuan, tani për 60 ditë në vijim në afat rekord ato dhe të ndërtohen, sepse këtu në Mitrovic fatoni është fati jonë e kryetari juaj. €3 milion bashkëfinancim me Ministrinë dhe Komunën për rrugë në fshatrat e Shalës, e Shala e Bajgorës do të ketë më në fund fokusin dhe mbështetjen buxhetore që gjithmonë e ka pasur nevojë, por asnjëherë nuk është realizuar. Do ta kemi edhe implantin e ujrave Zeza që fillon këtë vit dhe investimi për të është mbi 40 milion euro, afër Kërshit Dudit, do të mbuloj për krejt Mitrovicën edhe Vushtrin. Rreth 600.000 euro bashkëfinancimi komunës Mitrovicës me Ministrinë e Administrimit të Pushtetit Lokal për urën e Sitnicës në hyrje të qytetit, pastaj rruga segmenti Smrekovnic Mitrovic, parku industrial në Frashër, gurthemelit e 2 shkollave në Verit Mitrovicës, 5 milion euro investim nga Ministria e Arsimit për shkollën e muzikës dhe gjimnazit Mitrovic, ura Zhabar në Binarc, rruga Mitrovic Podujev, dhe sot pra i inauguruam punimet për projektin zhvillimor mbi Ibër, ku përfshihet kjo ura e re për rivitalizimin e gjithë zonës përreth. Fitorja do të jetë edhe më bindshme, sepse nuk ka më uzurpator, as zullumqar, mund të kemi hastret atu këtu ndonjë ziliqar, atu këtu disa që i dojnë vetës madje dhe gazetar, të cilve exit pollet e sondazhet i ashuan, e ne i ashuan, betën pa pushtet, pa autoritet, pa leke respekt, se tash shteti e komuna është për krejt. Mitrovica dhe Veriu gjithmonë ka qenë burim jetës për Kosovën. E kryeministri Albin Kurti i a ktheu shpirtin, begatin dhe sigurin. E tash në kam bet veç një aqit pikën me 1-1-6. Të dashur qytetarët Mitrovicës dhe Kosovës, me kryeministrin Albin Kurtin na bashkoi Kosova, e vazhdon të na mbaj bashk, sepse Kosova sot ka sovranitet, integritet e çdo ditë më shumë zhvillim e përparim. Prandaj ky qytet voton për shtet, se shteti me Albin Kurtin është shtet për krejt. E Mitrovica jone dashur është zemra e Kosovës. Në studio televizive, sa herë ka marrë pjesë në për debatet të ndryshme, me tregonin se si Albin Kurti është një autoritar.
Para disa ditësh, disa prej tyre kishin rastin të jenë në të njëjtën studio me kryeministrin. E tashmë nuk e quajtën asnjë edhe një herë të vetme autoritar.